Dogana është të treguar syqel, pasi në disa pika kufitare, zyrtarët doganor dhe ekipet mobile doganore kanë zbuluar disa tentativa për kontrabandë me mallra të ndryshme, si dhe disa tentativa për kontrabandë të shumave të mëdha të devizave të padeklaruara. 13.900 euro, 3 monedha ari dhe një plak ari me peshë rreth 90 gram u zbuluan nga një ekip mobil doganor të 2 pasagerë që ishin paraqitur për daljen nga shteti në pikën kufitare Tabanoc. Gjatë kontrollit personal në xhepin e xhaketës së shoferit u gjetën 23.900 euro. Sipas dispozitave ligjore, udhëtarit ju kthyen 10.000 euro, ndërsa 13.900 euro monedha e arit dhe plaka e arit u mbajtën përkohësisht. Gjatë kontrollit të një automjeti që ishte paraqitur për hyrje në shtet në pikën kufitare Qafthan, nga drejtoria informojnë se të njëri nga udhëtarët janë gjetur 20.000 euro të padeklaruara, secili prej tyre mbante nga 5.000 euro, shumë që duhet të deklarohet. Sipas ligjit për veprimtarinë valutore, secili udhëtar ju kthyen nga 2.000 euro, ndërsa pjesa e mbetur prej 3.000 eurosh për secilin ose gjithsej 12.000 euro u mbajtën përkohësisht.